Qysh i ka thonë pejgamberi alayhi sallam Muadhit radiallahu ta'ala anhu, i ka thonë ittaqillaha haythu ma kunt. Ruju nga dënimi i Allahut dhe ke frikë Allahun kudo që t'jesh. Kudo që t'jesh. E në veçanti të ndërrozën njëri kur është në vetmi. Kur është në vetmi. Atër Allahu të barë këta në vetmi, punë të mira, shumë fish ish problem. Ma shumë se kur në publike. Edhe në vetmi, mëkati është ma i shëmtu. Nëse njëri e bën mëkatin, duke e nënçmu shikimin e Allah ndaj tij. S'është më rëndësi që pesha Allah, më rëndësi njerëz po më shohin, apo? Njerëz po më shohin. Ai ruhet për njerëzve, nuk ruhet për Allah ta xhalla xhalu. E mëkati në këtë ndjenjë është më i shëmtuar. Është më i keq. Nga sa ai e ka dërt njerëz mos shohin, njerëz mos flasin. Nëse shpëton nga sytë e njerëzve, nëse shpëton nga qërtimet e njerëzve, pastaj për tjerat ai nuk e ka gale heq ato. A shë Allahu te barek o tala, a shënojnë me lajke veprën e tij, ai këtë problem se ka. E kjo është likësi. Kjo është tregues i likësisë fatkeqësisht se njeri është totalisht i shkputur nga ndjenja se Allahu po e përcjell, nga bindja se Allah e ka dorë. Se ka këtë problem fatkeqësisht. E kjo likësi.